Turneu ndërshkollor i volejbollit në kujtim të nxjerrit Nurullah Ismail, i organizuar nga klubi rinor turk Dega Gostivar, u realizua me pjesëmarrje të madhe dhe një atmosferë domethënëse sportive. Në këtë aktivitet të mbajtur në Gostivar morën pjesë nxënës nga disa shkolla të mesme dhe fillore, të cilët gjatë gjithë ditës zgaruan në frymën e miqësisë dhe fair play-t, duke sjellë emocione dhe energji pozitive për publikun e pranishëm. Gjatë hapjes së programit, i nxjerri Nurullah Ismail u përkujtua me respekt dhe mall. U theksua se ky turne synon të ruaj kujtimin e tij dhe të nderoj personalitetin e tij punëtor, ndihmues dhe me shpirt bashkues, i cili u nda nga jeta në moshën 29 vjeçare. Në turne morën pjesë ekipe nga Shkolla e Mesme e Mjekësisë, Gjimnazi, Shkolla e Mesme Teknike, Kolegji Marif Tetov, Shkolla Fillore Mustafa Kemal Ataturk. Ndeshjet u zhvilluan në një atmosferë sportive me respekt të ndërsjellë dhe angazhim maksimal nga të gjithë pjesëmarrësit. Në fund të turneut, ekipeve fituese ju ndan kupa pjesëmarrësve certifikata, ndërsa mësimdhënësve që kontribuan si gjyqtar ju dorëzuan mirënjohje për angazhimin e tyre. Organizatorët falenderuan institucionet arsimore, drejtoritë e shkollave, mësimdhënësit, gjyqtarët, sportistët dhe të gjithë kontribuesit për realizimin e këtij aktiviteti, si dhe familjarë dhe miqtë e Nurullah Ismail për mbështetjen e vazhdueshme. Përfaqësuesit e klubit rinor turk Gostivar theksuan se aktivitetet e tilla që bashkojnë të rinj përmes sportit forcojnë ndjenjën e unitetit, miqësisë dhe solidaritetit, duke premtuar se iniciativat e ngjashme do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.